Atëherë, zoti Aliaj, natyrisht që ju keni qenë në mbledhje, përse e kontestoni fillimisht? Dëgjova zotin Nolli që thotë është shkelur ana ligjore, cila është ana procedurale që është shkelur? Faleminderit për mundësinë që më dha që të shpreh, për arsye sepse mbulimi mediatik i kësaj çështje që mendoj që është shumë thelbësore ka qenë shumë i dobët, ose jo i sakt, sa kam ndjekur të pak nga seanca zhvilluar. Më vjen keq që media nuk po arrin ta luajë dot rolin sa duhet në këtë moment tepër kritik për qytetin. Por natyrisht ne do të shfrytëzojmë gjitha mundësitë që ekzistojnë si qytetar radhpar, si profesionist, po pse jo edhe në këndvështrimin politik. Kontestimi ka të bëjë me një çështje e cila unë duhet ta them sa më thjesht për publikun. Është njësoj sikur në Parlamentin e Shqipërisë një ditë të çojmë dhe të çojmë një dokument i cili është kushtetuta e Shqipërisë, dhe i themi Parlamentit ke 5 ditë në dispozicion, 2 ditë për të diskutuar, konsultuar, dhe 3 ditë për ta miratuar. Mas kësaj, ne kemi shumicën e votave në mënyrë absolute dhe do ta votojmë. Kjo logjik, unë mendoj që nuk ka vend në një rast tillë kaq ekstrem. Pse e bëj këtë paralelizëm? Për arsye sepse plani rregullues është në një farë mënyrë kushtetuta e zhvillimit të qytetit, ndërsa Këshilli Bashkiak është parlamenti i qytetit dhe i Bashkisë Tiranë. Ligji parashikon, dhe këtu duhet të jem shumë i saktë ta referoj, sepse jemi në situatat në këtë moment të informalitetit. Kemi kaluar në situatë palishmërie sot në këtë moment përfundimisht me atë çfarë ka ndodhur. Pra, referoj ligjin numër 107/2014 datës 31/7/2014 për planifikimin e zhvillimit të territorit. Ka dhe disa akte të tjera, po unë do përmend VKM-n, pra vendimin e Këshillit Ministrave numër 671, 29/7/2015, mbi miratimin rregullor të planifikimit të territorit. Pra në bazë të këtyre dy shtyllave, le të themi ligjore, ka një proces për hartimin e planit. Natyrisht procesi është një kompetencë e cila bashkëqeveriset nga dy shtyllat pushtetit, që është kryetari i bashkisë, që është le të themi ekzekutivi, dhe Këshilli Bashkiak që është në një farë mënyrë parlamenti. Pra është bashkëqeverisje, nuk është kompetencë e njërit apo tjetrit, por ata punojnë së bashku, duke i pasur në ligj të specifikuara detyrat e tyre. Një nga detyrat që ka qenë parashikuar, që është parashikuar në ligj, është që të kryhet një proces transparent, informues, gjithëpërfshirës, ndër të cilat parashikohen 2 konsultime të mëdha publike. Nuk flas për konsultimet në grupet të vogla, grupe teknike, takime institucione, shto janë bërë dhe mund të jenë bërë dhe nuk kam asnjë lloj paragjykimi, sepse është normal një ekip profesionistësh që do punojë ka nevojë të marrë informacion. Flas për minimalisht 2 takime publike në shkallë qyteti, të cilët bëhen në praninë dhe në garancinë e Këshillit Bashkiak, ku prezenca, siç mund ta merrni ju vetë me mend, e opozitës është kyçe, sepse është opozita ajo që legjitimon një proces. Përndryshe flasim mes vetes. Nuk janë bërë këto takime me Këto takime nuk janë bërë. Dhe sot ju për herë të parë shikoni Tirana 2030. Nesër Bashkia e Tiranës, administrata mund të vinë me shumë argumenta. E vërteta është nuk janë bërë, ne kemi marrë një ftesë ditën e premte, e cila ne ftonte me email, jo ftesë zyrtare. Kjo nuk është serioze. Në cilën emaili dhe mund mos vi, mund të shkojnë në ato spam ose në vende tjera, pra njerëzit edhe është në prag të festës, e cila thoshte që do të takohemi pra të shtunën për një takim pune me Këshillin Bashkiak në klapa publik, pra ishte e paqartë nëse çfarë do të ishte kjo, në fakt duhet ishte publik, dhe nuk u lejuan aktorët, pra që duhet ishin atje, vetëm Këshilli Bashkiak dhe drejtuesit e administratës. Dhe mbas kësaj do kemi takim të dytë të hënën, para dhe mbas festës, dhe data 26 supozohet të ishte pushim mbas ligjit. Dhe pas kësaj vjen menjëherë një mesazh i dytë, le të themi, që thotë shiko anullohet kjo, për shkak të kërkesës së vetë këshilltarëve, disa këshilltarëve. Sot na u tha që ishte kërkesa e një nga autorëve të planit, pra ekspertë ndërkombëtar, për shkak se është i angazhuar në një plan tjetër të rëndësishëm në Itali. Dhe si thua, u kërkuaj që të dyja takimet të bëhen brenda një dite. Dhe pas kësaj, ne kemi 3 ditë në dispozicion, 72 orë për të shkuar në parlament të qytetit, për ta miratuar ose për ta rrëzuar, pa folur për grupet e punës që duhet të bëjmë punën. Pa folur që takimi i radhës do ketë 6 çështje tjera, një ndër të cilat është buxheti 3 vjeçar i bashkisë afërmesëm, që vetëm një prej tyre, plani ose buxheti i ishte do duhesh ditë të tëra ta trajtonim qetë. Pra, pse e them këtë? Tani çfarë thot parashikimi ligjor? Sepse nuk është çështje gërcmërcesh dhe afatesh të vogla. Parashikimi ligjor pikërisht për të parandaluar abuzimin, korrupsionin. Thotë që
1 muaj para, bashkia ka detyrimin ligjor të depozitoj në arkivën e Kombëtare të Planifikimit Territorit, në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit Territorit, është një arkiv elektronike e koordinuar atje, integruar, gjithë materialin e planit, në mënyrë që njerëzit e interesuar të kenë mundësi të aksesojnë, edhe pse aksesimi i saj për i vërtetës për qytetarë si ju, apo... Qartë, është e vështirë. Po e përjashtoj vetëm se jam profesionist dhe i kam mënyra se si t'i shikoj, është e vështirë të bëhet. Kjo është materiali vetëm elektronikisht është 4 giga. Për të hapur këto materiale, për të printuar, është një histori e zakonshme, pra është të tallësh me publikun. Pra ligji thot 30 ditë para to depozitohen, fillon në mediat tradicionale, televizioni, gazeta, flet për të, e prezanton, bën ekspozita e tjera, përdor mediat online, depoziton në Facebook, në mediat e tjera, le themi alternative, dhe platformat online. Pas kësaj zhvillohet ajo debati. Pas debatit kemi dhe 2 javë të tjera të cilat i lihen në dispozicion atyre që janë të pranishëm në sallë, dhe atyre që janë publiku të gjerë nëpërmjet formave të letrës zyrtare ose online, të komentojnë dhe të bëjnë kritikat, sugjerimet ose të ngrenë shqetësimet e tyre, të atakojnë problemet që kanë, interesat që kanë. Pra është 6 javë vetëm për një takim publik. Nëse, dhe do ta theksoj këtë, nëse do të bëheshin 2 takime, duheshin 12 javë. Pa folur që për mendimin tim, ky plan kërkon shumë më tepër takime se sa kaq. Pra, unë se kuptoj këtë urgjencë. Përse është kjo pafsi? Është kjo arrogancë? Mund të interpretohet, po. Unë natyrisht kam ato sugjerimet e mia dhe por e quaj një gabim shumë të madh. Po, proceduralisht është thyer procedura dhe interpretimet janë... Jo, nuk është thjesht procedura, është shkelje ligjore. Nuk konfirmohet materiali si lishëm pa u konfirmuar nga opinioni publik, nga komunitetet, nga grupet e interesit, nga bizneset dhe nga institucionet të zgjedhurit vendor. Është shkelje ligjore, pra është shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë. Dhe kjo atakohet ligjërisht. Dakor. Atakohet ligjërisht, ndoshta ju mund merr një vendim mbas datës 29, sepse duhet parë atje nëse do të kaloj apo jo. Do të flasim dhe politikisht me shumicë votash edhe mund të kaloj. Por do doja të flisja edhe për rezervat që ju keni për përmbajtjen e këtij plani. Kam parë një video në YouTube që ishte hedhur dhe kam dëgjuar të gjitha rezervat që ju keni. Mund na thoni shkurtimisht pse keni rezerva për këtë plan? Shiko, rezerva unë kam shumë. Nga njëra anë kam arritur t'i hedh një sy materialit shpejt për kohën që thash, dhe qëllimisht e shpjegova, është e pamundur që 2400 faqe dhe harta, çarçaf sa kjo tavolinë të shikohen kaq shpejt dhe unë t'jap një gjykim. Askush nuk e ka këtë kapacitet dhe aftësi ta bëj këtë gjë. Ky blitzkrieg po i quajt, ky operacion që po kryhet është kriminal. Nuk po e them me fjalë, është kriminal. Sepse po përpiqen të fshihen gjëra të cilat do të zbulohen më vonë, do dalin më vonë në dritën e opinionit publik. Ajo që duhet të them është kjo. Ja kam thënë me shumë qetësi dhe ekspertëve ndërkombëtar. Në këtë vend për 25 vjet, madje edhe më pak, do të thosha, prezenca e ndërkombëtarëve, ekspertë ndërkombëtar, është përdorur jo për planifikim. Është përdorur si alibi për antiplanifikim. Është përdorur si alibi për të justifikuar korrupsionin. Ja, një moment, sepse po nuk është ky plani, kjo është një pamje aksonometrike, kjo është një pjesë që demonstron vetëm pjesën qendrore. Plani është mbrapa Tiranës, plani është në kufit në aeroport, plani shkon në kufin me Elbasanin, pra plani është shumë më tepër se kaq. Në kufin me Vorën, me Durrësin. Ne ato që shikojmë, si një qytetari thjesht, ne shikojmë një gjë të bukur. Shikojmë një Tiranë që do të gjelbërohet, shikojmë një Tiranë që do të sistemohet. Shikojmë një Tiranë e cila ndoshta nuk do të shtrihet në gjerësi më, por do të ketë, le të themi, dhe kulla të larta, sepse me ajër dhe dritë nuk kemi problem, tha zoti Veliaj, dhe deri diku mund të ketë të drejtë. Shikojmë një Tiranë që mund të ketë dhe një pyllëzim për gjatë lumit, çka do të na ndihmojë për të evituar përmbytjet. A më lejoni të ndryhy pak? Po, patjetër. Se ju me vërtet shumë mirë, po bëni dhe ju një lloj oponence ndaj opozitës në këtë rast me të drejtë. Marrim pyllin. Ide shumë e bukur. Do të thosha brillante në një situatë normale, të çpolitizuar, ku politika nuk e keq përdor procesin e planifikimit. Çfarë është procesi i planifikimit? Procesi i planifikimit është një proces paqëtimi, ku palët ulen dhe garant janë natyrisht të zgjedhurit vendor dhe ekspertët, të cilët hartojnë një plan dhe pastaj bëjnë garant për ta zbatuar. Por ky dokument duhet të ketë konsensus popullor. Nuk është ky një dokument do si do. Ky nuk është asnjë ligj do si do. Ky është një dokument që impakton drejt për drejt popullsinë, ekonominë dhe tjerë. Dhe po marr rastin e pyllit. Do të mbjellim 2 milion pemë, thanë. Do të rrethojmë qytetin, është shumë e bukur, poetike, romantike e quhet, dhe duhet i ketë plani dhe këto elemente, nuk them. Por zotrive unë kujtova një rast shumë tillur.
dhe kanë drejt ta bëjtë. Të tjerët mund vendosin si duan, ju kujtoj golemin, është shkatëruar një pyll i tërë. Është prerë me alibin se do të ndërtojmë një qytet ri turistik modern dhe mbrapa do të rizhvillojmë pyllin. Ku është pylli sot? Kush e mban përgjegjësi për atë gjë? Kush do ta mbaj për këtu, për atë densifikim që do të ndodhi dhe atë intensifikim që do të ndodhi qytetit në zonat sektuara? Nga do të dalin këto? Kush do ta financojë këtë gjë? Mbi ç'tok do të mbillet pylli? Kush është ai që ka të drejtë? Cilat janë instrumentat financiare dhe ligjor për ta kryer këtë gjë? Pra, të mos bëjmë këto janë pa qarta. Të mos bëjmë thjesht poezi, qyteti jon, Mirela u duhet më fal që të ndërpres, ka drama shumë të mëdha. Ju përmendët atje dhe mos gaboj shkarazi dhe një plan. Dhe një plan masash me 13. Le të themi masa që ata kanë 13 strategji, 10 rregulla kryesore për të arritur rezultatin që duan. Bashkë me administratën. Okej, ka gjëra interesante që mund t'i shikojmë, nuk them që është çdo gjë bardhëzi. Po si mund bësh 13 një plan masash me 13 projekte strategjike dhe të mos vendosësh përmbytjen? Ju e dini ç'po ndodh me përmbytjen në Tiranë, ju e dini shumë mirë. Jeta e njerëzve është vënë rrezik. Biznese, disa milionë që janë shkatëruar. Unë vetë drejtoj një institucion që jetoj me frikë, jemi përmbytur 2 herë deri tani. Të tjerë, unë jetoj, unë i takoj ata. Si mund mos kemi asnjë mas për çështjen e përmbytjeve? Dhe vjen një tmerr nga malet dhe gërryen çdo gjë për shkak të masakrës që është bërë. Hajde diskutojmë se si do ta zgjidhim këtë. Kjo nuk bëhet me romantizëm. Nuk e gjen vetëm ky shqetësim në plan. Nuk e gjen, absolutisht në 13 ato masat të cilat janë propozuar. T'ju marr një mas tjetër të rëndësishme. Ju jam i bindur, e keni provuar në kurriz, sikurse edhe unë dhe tjerët. Ne çdo ditë harxojmë 3 deri në 4 orë, Mirela, në trafik. Vetëm për të bërë 5 kilometër rrugën nga Zogu i Zi që shkoj në autostradë të universiteti. 3 deri në 4 orë. Si ka mundësi kjo? Për 5 kilometra. A nuk është ky një turp? Atëherë nuk kemi një strategji për zgjidhur transportin publik? Dhe këtu do dalte një gjë shumë ironike, shumë e dhimbshme, që tregoj rolin shumë të gabuar të politikës në këtë histori. Shikoj të shkruar, do të bëjmë tram. A nuk është ky kryetar bashkie dhe stafi i tij dhe gjithë forca e tij politike që janë tallur me administratorin më parshëm të qytetit për tramin? A nuk janë këta njerëz që çfarë kanë thënë për këtë punë? Po, natyrisht që duhet trami, duhet sistemet e integruara. Por s'pari duhet kesh kurajën politike të kërkosh ndjes për çka ke thënë përpara. Duhet kesh kurajën politike të lësh ekspertët të punojnë për të çështje. Dakor. Dhe ju siguroj që kjo nuk ka ndodhur, prandaj konsultimi publik. Prandaj ligji parashikon këtë element shumë të rëndësishëm pikërisht për të mos lejuar këtë abuzim. Do të flasim vetëm pak për ndërtimet. E mbron qytetin nga ndërtimet pa kriter ky plan? Kam parasysh në deklaratën e 10 tetor se çfarë ka thënë zoti Veliaj, ka shumë njerëz që thonë unë i urrej kullat. Nëse kemi një hapësirë 500 metra katror, është më mirë që dikush ta zërë këtë hapësirë vetëm me 2 kate, apo mos është më inteligjente që të përdorin vetëm 100 metra katror, ta bëj 10 katësh sepse ajër kemi dhe tokë nuk kemi, dhe gjithë hapësirën tjetër t'ia lër publikut dhe e administron bashkia. Kjo është një çështje shumë delikate. E para, në emër të vertikalizimit të qytetit, këtu janë thyer disa standarde dhe norma historikisht, dhe më vjen keq ta them, domethënë, por ata që drejtojnë sot të vend dhe këtë qytet janë, le të themi, pjesa kryesore e problemit, pa përjashtuar dhe tjerët, sepse unë përmenda një epokë, le të themi, tranzicioni që janë përgjegjës, nuk do doja ta quajmë më tranzicion, janë përgjegjësit kryesor për vertikalizimin, densifikimin e qytetit, çka ka ndodhur sot, dhe për mungesën e hapësirës publike. Janë shkatruar, është i vënd dinamit i stadiumit. Janë shkatruar 15 fusha futbolli. Ju e dini se që është bërë në park, janë rrahur, janë burgosur njerëz për të protestuar për një drejtë të këndshme. Si mund ne të pretendojmë vertikalizim kur ne jemi në situatë emergjence? Madje, modeli i rizhvillimit që propozohet do të shkaktojë një problem shumë madh nga ana sociale. Pse? Jemi në një sistem pronësor krejtësisht pa qartë në Shqipëri. Nuk kemi arritur të ndërtojmë një sistem pronësie në cilën ne i themi me emër atij që është çfarë. Në këtë moment kërkohet të ndërhyjë një palë tretë, që thotë, unë do ta zgjeroj, supozoj, UNAZ-ën. Do të hapën shumë hapësirë publike, bukur, e bukur. Do ta rizhvilloj gjithë ndërtesat që janë rrotull. Do prish ndërtesat e kohës Enver Hoxhës apo ndërtesat e tjera. Kush janë këta njerëz që do të ndërhyjnë në këtë proces operacion i cili ka të bëjë me pronësi private?
si rregullohet marrëdhënia e pronësisë private, si rregullohet bashkëpronësia, e cila është një krizë vërtet në Shqipëri, cilat janë implikimet sociale që do të ndodhin për shkak të kësaj ndërhyrje që do të bëhet në treg. Kush është përfituesi i kësaj? Unë kërkova të di cilat janë njësitë kryesore se qyteti në plan ndahet në njësi bazë. Dhe ato kanë indikatorët e tyre. Cilat janë, më thoni, 10 indikatorët, njësitë me indikatorët më të lartë zhvillimi. Kush janë ata? 30 kryesorët, 50 kryesorët, 100 kryesorët. Hajde të shikojmë kush janë përfituesit kryesorë të saj. Nuk gjënde në plan, nuk i shikoni të janë aty në plan, por nuk ka transparencë. Sepse nëse ti e je për 5 ditë me zor dhe për 72 orë thotë ta miratojmë, natyrisht unë parashikoj gjëra të cilat nuk do jenë shumë korrekte. Dakor, dua të ndalem pak tek fjala juaj, ju thatë gjatë fjalës tuaj që kam qenë në 3, kam punuar me Edi Ramën, me Lulzim Bashën, me Erion Velin tani, në kuptimin që kam kaluar planet rregulluese të qyteteve. Flas në përkatësinë e kryetarëve të kohës. Ky është plani më i keq që unë kaloj. Unë kam qenë këshilltar i bashkisë, sepse nuk kam punuar asnjëherë në bashki, një këshilltar i zgjedhur i Partisë Demokratike në 3 mandate, dhe siç e thatë ju me drejt, edhe në fjalën time që citova atje, kam qenë dëshmimtar i 3 proceseve të planifikimit. Përfshi atë të Edi Ramës në fillim, e cili kaloi në proces miratimi në Bashkinë 2008 dhe u bllokua pastaj në nivel qendror. Përfshi atë të Lulzim Bashës në vit 2012-13 dhe sfundi kjo. Për të dyja të parat, ju keni provë mediat, arkivat, kam qenë vetmi ekspert që ka folur dhe ka diskutuar. Nuk kanë folur të tjerët, më vjen keq të them. Kanë heshtur, unë e nënvizoj këtë, është domethënëse kjo. Kanë heshtur. Madje edhe në kohën kur bashkia drejtohesh nga kryetari i partisë të cilin unë le të aderoj, unë kam thënë disa të vërteta atij. Edhe ai ka pas kurajën të dëgjoj, është këshilli majtas e djathtas që i ka rrëzuar kur unë kam kërkuar uljen e indikatorëve të zhvillimit. Lënien më shumë hapësirë gjelbërimit dhe përse janë të friksuar njerëzit nga kjo. Cilat janë ato interesa dhe agenda që e shtyn këtë plan? Cilat janë ato interesa që i kanë shtyrë përpara dhe cilat janë ato që e shtyn sot? Askush nuk i bën të. Janë interesa okulte dhe janë ato të cilat shtyn administratën e sotme që brenda një jave të bëj konsultimet publike dhe të shkoj pastaj edhe të bëj miratimi. Miratimi do të bëhet me forcën e kartonit. Këtë doja të pyesja. Në datën 29 është mbledhja. Mbas 3 ditësh të enjten do të bëhet mbledhja, me sa duket tashmë dihet që nivelin e forcave peshore në lëviz vota e LSI-s, mbase vota e LSI-s kësaj radhe nuk do të jetë me një votë e tërhequr në rendin të dytë, mund të shkojmë me PS-n, nuk paragjykojmë, presim dhe shohim. Supozojmë se do të kalojë plani. Qytetarët e Tiranës, pavarësisht të interesave okulte apo jo, në përditshmërinë e tyre, do t'ja lehtësoj jetën ky plan nesër kur të vihet në zbatim, pra kur të hapet ajo qendra që është bllokuar, e rikualifikuar, e riurbanizuar, kur të vendoset ai pyllëzimi në anë të lumit të Tiranës, etj, gjitha gjërat që ne i shikojmë atje, a do të na bëhet jeta më e lehtë si qytetar kur ngrihemi në mëngjes dhe kur kthehemi në shtëpi në darkë nga puna? Mirela, unë mendoj që kjo që po ndodh është vetëm një alibi për një shoqëri kapitalizmi turbo. Kjo është ajo që mund të them unë. Ne po dështojmë, sepse ne nuk kemi dashur ta çpolitizojmë gjithë procesin. Ne nuk kemi dashur të lëmë ekspertët që të bëjnë punën dhe mos të ndërhyjmë. Natyrisht ka instrumenta për të kontrolluar punën e ekspertëve, se edhe ekspertët nuk mund të livadhisin. Ne nuk kemi besim ke njëri tjetri, ne kemi hyrë në një konfliktualitet dhe një plan që lind nga konflikti do gjeneroj konflikt të mëtejshëm, do eskaloj konfliktin. Kështu që ajo që unë parashikoj, më vjen keq të them, nuk është aq e bukur sa ju u përpoqët të më provokonit. Ndërtimi i qendrës me qëra fjala ju përmendët, stadiumit, ndërhyrjet në park e gjitha janë projekte strategjike. Ato nuk duhet kishin ndodhur pa u miratuar ky plan. Ky plan do përpiqet i legjitimoj ato, por përsëri nuk do të justifikoj dot. Dhe u po e them, çfarë ndodhi me stadiumin kur ne ngritëm zërin? Ju e patë rastin e ndeshjes me Izraelin. Unë kam shkruar publikisht dhe kam folur për këtë gjë dhe kam thënë, nuk është vetëm çështja historike e trashëgimisë që është dramatike prishja e historisë. Nuk është vetëm çështja e standardeve urbanistike, është çështja e sigurisë. Në një kohë terrori, dhe terrori nuk të vjen vetëm nga ISIS-i, terrori të vjen nga shumë faktorë këtu. Ka ndodhur në Bruksel në ndeshjen e Kupave të Evropës, një skandal ku vran njerëz. Dhe ne e pam në ndeshje me Izraelin se ç'ndodhi. U ndruan 2 stadiume, kombëtarja jonë humbi ndeshjen, përfaqësimi jonë u demoralizua, por mbi gjithë shteti, gjithë shoqëria ishin në një stres të papar për shkak të rrezikut dhe frikës për akte terroriste. Prandaj këto impiante
kanë pikat e tyre s'kundërtojnë jashtë qytetit, kanë transport publik shumë të mirë, nuk u dëgjua zëri ekspertë, ndodhi kjo, po marrim qendrën. Qendra, çfarë tha eksperti sot? Tirana vuan nga fakti që toka nuk përshkruan atë ujin që bie. Një nga faktorët e përmbytjes, dhe ne dim këtë gjë. Është standard evropian ky që përmendet. Ne çfarë po bëjmë në qendër? Ne po e betonojmë, çfarë po bëjmë park? Ne po e mbushim me gurët nga gjithë Shqipëria, që njerë thuhet janë nga gjithë Shqipëria, njerë nga Tropoja. Përse e bëjmë këtë gjë? Kur një qytet është ndërtuar në mënyrë të tillë dhe një skem transporti dhe rrugor është ndërtuar në mënyrë të tillë që gjithë rrugët të çojnë në qendër. Dhe qendra, duam apo s'duam ne, në momentet aktuale është rregullatori vetëm i transportit. Çfarë bëjmë ne? Ne e shkatrojmë të për shkak të i kapriço, sepse duam ta shikojmë qytetarin nga lart. Duam ta shikojmë nga lart qytetarin në një maket dhe të ndjejmë pushtetin mbi qytetarin. Por nuk kuptojmë që ne nuk mund ta bëjmë këtë pa sistemuar dy gjëra. Së pari duhet t'i japim qytetit infrastrukturë dhe është vërtetuar shkencërisht që qytetit i mungojnë 150 dhe 170 kilometra rrugë të reja për të normalizuar qarkullimin. Kam kohë që e them këtë gjë, jo vetëm Tiranës, po Tiranës madhe përfshi këtu. E dyta, kërkohet transport publik i integruar me gjitha format. Ne nuk e kemi primitiv, është në nivelet afrikane. Dhe fundit do të them dhe i gjë. Pash një plan i cili ishte ngucur, ishte futur në kufijtë e qytetit të Tiranës tradicionalet, Bashkisë Vjetër. Kishte injoruar periferinë e Tiranës, komunat, fshatra. Nuk ishte asnjë aks që i lidh ato, integron dhe krijon një identitet vetëm që unë jetoj jam në Tiranë. Jam pjesë e Bashkisë së Tiranës. Nuk ishte asnjë gjë të tillë. Pastaj, unë ja thash dhe ekspertëve ndërkombëtar që si ka mundësi që ju nuk keni parë qytetin si një organizëm të gjallë? Si mundet ne të heqim një vizë letër dhe themi kjo nuk funksionon, kjo tjetra funksionon? Qyteti jonë funksionon si një Tiranë e madhe, përfshi Kamzën, Vorën, gjithë komuna Dajtin, periferike, shkon deri në Elbasan dhe Durrës. Nuk ka asnjë gjë të tillë. Po ekonomia nuk pyet për kufi. Ju jeni gazetare vjetër, dhe po dosh e elaborojmë dhe në takim tjetër, ekonomia është ekonomi. Ata të Kamzës do vinë punojmë, na pëlqen s'ta pëlqen këtu, sepse është një treg i lirë pune dhe do vinë të punojnë. Ne natyrisht kemi interesa tjera, sepse ata blejnë dhe bëjnë ato të tyret. Ne shkojmë në Durrës punojmë në zonën ekonomike, Durrësi vjen punon këtu dhe blen gjithashtu. Nuk e ndihmon këtë lëvizje? Absolutisht po, ne nuk kemi një vizion të tillë, absolutisht. Do të flasim natyrisht herë tjetër më qartë për instrumentat, jemi dhe ne vetë më të qartë, se si qytetar Tiranës me sa kuptoj nuk është se janë shumë qartë qytetarët, ndoshta edhe të zhgënjur, sepse vinë ikin administratat, ato që kanë për të bërë do bëhen. E fundit se jam në limitet kohës, se kalova dhe reklamën e rëndësishme. Ky plan vetëm do të stimulojë një bum ndërtimesh. Tregu i ndërtimit ka hyrë në kolaps dhe ka rënë në krizë. Ky plan do të stimulojë, do të marrë pikën e fundit, do të urbanizojë, do të largojë gjithë popullsinë periferike të Shqipërisë, do ta sjellë këtu. E di çfarë thoshte plani? Tirana do të jetë 1.6-1.9 milion. Ka vende tjera që kanë instrumenta, ti nuk mund vësh dogan si tha kryetari i bashkisë në Tiranë, po mund të kesh instrumenta për t'i bërë njerëzit që të rrinë atje ku janë dhe për të mos ardhur në Tiranë, sepse ne burimet i kemi në periferi. Edhe në brenda Tiranës, Bashkisë Re i kemi në periferi, i kemi mbrapa Dajtit për turizëm, i kemi kur ikim në autostradë, kur ikim drejtim të Vorës dhe Durrësit, ne nuk i shfrytëzojmë, i kemi gjithë zonën rurale që ka potencial bujqësor. Një Tiranë do të thotë e pajetueshme lehtësisht siç është deri tani. Do të jetë problem. Do të jetë problem. Do të jetë problem i multiplifikuar më tepër. E qartë, unë ju falenderoj shumë, do ndjekim me shumë vëmendje natyrisht do datën 29 mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Tiranës, sepse është në interesin tonë dhe njerë ju falenderoj zoti Alej për pranimin tuaj në studion tonë.